Në zemër të maleve të Gollakut, në lindje të Prishtinës, shtrihet fshati Prapashtic. Ky fshat ka qenë ndër shekuj një nga vatrat më të forta të qendresës shqiptare. Në fillim të shekullit 20, burrat e kësaj ju bashkuan lëvizjes atdhetare shqiptare, duke marrë armët kundër pushtimit serb pas vitit 1912. Malet e Gollakut u bën strehe kryengritjes, ndërsa Prapashtica një nga bastionet e saj. Por historia e këtij fshati mban edhe plagë të thella. Në vitin 1921, ushtria serbe kreu një nga krimet më të rënda në këtë rajon, masakrën që historia e njeh si masakra e Prapashticës. Qindra civil shqiptar u vranë, ndërsa shumë familje u detyruan të braktisin trojet e tyre. Që nga ajo kohë, kujtesa e kësaj tragjedie dhe fryma e qendresës kanë mbetur të gjalla në këtë tokë. Sepse në Prapashticë, historia nuk është vetëm e kaluar, ajo jeton në çdo brez. Sulejman Jashari lindi më 23 janar 1980 në fshatin Prapashtic, në një familje me gjendje jo të mirë ekonomike, por të shquar për qendresën dhe luftën e paepur kundër pushtuesve. Në shpirtin e Sulejmanit, qysh në fëmijëri, u brumos ideja liridashëse kombëtare dhe urrejtja ndaj pushtuesit. Ai u rrit me tregimet e gjyshit të tij, Ramës, për qendresën e familjes kundër okupatorit dhe vuajtjet që kishte përjetuar për shkak të kësaj qendrese. Pikërisht unë mund të thënë që në odën e Nazme Jasharit bisedoheshin këto gjëras, vujtjet e shqiptarëve, masakrat që janë bërë ndaj shqiptarëve, gjitha ato. Sulejmani, si i vogël që ishte, e kam vrejt se e përcillt ke bisedën me një vëmendje. Bile, nga një herë ka arrit me bon edhe pyetje. E çfarë pyetjesh bën ai? Thoshte, e si kanë guxuar ata me na bon neve këto të padrejta, këto gjona, këto masakra. Sulejmani shkollën fillore e kreu në fshatin Keçekoll, ku u dalluan nga bashkëmoshatarët për sjelljen dhe pjekurinë që tregonte. Ai vazhdoi shkollimin në shkollën e mesme ekonomike Hoxh Kadri Prishtina, Dega në Keçekoll, ku u dallua për rezultate të mira në mësime, veçanërisht për interesimin e tij për lëndët e historisë dhe gjuhës shqipe, ku mësohej për gjuhën, atdheun dhe çështjen kombëtare. Sulejmani si nxënës ka qenë i sjellshëm, ka qenë i urtë, ka qenë pedant, detyrat e tij kanë qenë të pashme, ka qenë i sjellshëm me shok dhe shoqe, asnjëherë nuk ka sjell ndonjë problem, qoftë në klasë, qoftë në borë shkollës, apo gjatë udhëtimit, shtëpi, shkollë, shtëpi. Unë si fëmijë çdo herë e mbaj mend u kanë kongët, kur u kanë lufta Andrenic, kongë që në kanë për Kosovën, ai çdo herë i ka pas shumë qef me i dëgju. Fleturët e tina, çdo herë u kanë emblema e UÇK-s e shkruar për tina. Ka pas edhe armë që i ka vizatu. Çdo herë ai vetëm me këto u marr. Për luftë ka pas qef me fut për liri shumë, edhe unë ja ku më qatë shkollë fart. Kush që merë pushkër, kush i del shka në balë, është trim. Gjitha fëmijë ku më thanë që të fëmijëve të mi. Po, e kanë mojt ata. Pas qendresës titanike të komandantit legjendar Adem Jasharit dhe fillimit të aksioneve luftarake të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, në popullin e Kosovës u ringjall shpresa për liri. Këto zhvillime patën një ndikim të thellë edhe në formimin e shpirtit luftarak të Sulejmanit,
dhe e shtyn atë të merrte vendimin më të rëndësishëm të jetës së tij të re. Të linte bankat e shkollës si maturant dhe të bashkoi radhave të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Sulejmani ishte i bindur se çlirimi i Kosovës do të vinte vetëm përmes luftës armatosur. Këtë bindje ai e shprehte hapur në bisedat me profesorët dhe shokët e tij, duke treguar vendosmërinë dhe idealin që tashmë kishin zënë rrënjë thellë në shpirtin e tij. Për organizimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pasi që veç kishte filluar në gjithë Kosovën, edhe në regionin ton filluan formimi i njësiteve, në atë kohë i quanim njësitet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilat i konsiderojmë si njësite guerile dhe si qëllim kishim formimin e tyre, armatosin e tyre dhe fillimin e aksioneve kundër pushtuesit serb. U kon një njëri që veç nuk i ka interesuar fort më shkolla, po si kanë interesuar luftat, qysh po kryhen, qa po bëhet edhe qa po bëhet të na. Edhe për qëta ka lënë edhe shkollën e ka ndërprej vitin e 4 shkollën ekonomike. Dega në ka shkollë. Unë jam veç për me shku ushtarë. Ose ju bësh ai rijet, ai që folë për qëta, që bërë men, ato do të më siguro dekën. Po këmë siguro, ata dekë a liri. Fillimisht, organizimi i rezistencës nisi në përlagje, për të ushtrirë më pas edhe në fshatrat e malësisë së Gollakut. Me rritjen e radheve dhe përkrahjen e popullatës vendase, u bëi mundur dhe formimi i brigadës 153 të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, duke forcuar kështu strukturën e organizuar të rezistencës në këtë zonë. Rajoni në cilën veproi Brigada 153 e zonës operative të Llapit ka një rëndësi për vetë faktin sepse është ballafaqimi i parë me forcat pushtuese serbe. Ka një shtrirje të gjerë dhe detyra dhënë nga komandanti i zonës 5 operative ka të bëjë me zhvillimin e luftimeve pengus, sulmus dhe finalizimin e tij e këtyre luftimeve me hyrjen në kryeqytetin e Kosovës që quhet Prishtinë. Është një territor në gjerësi dhe thellësi të veprimeve luftarake që nuk mund të mbulohet me forcat e një brigade. Po kushtet rrethana të tillë ta diktojnë që të vepronte në këto kushte të hapësirës gjerë, që ka dhe kufizime në dhënien e detyre dhe finalizimin e tyre. Në kuadër të këtyre organizimeve edhe shumë të rinj të kësajane ju bashkuan radhave të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Në mesin e tyre ishte edhe Sulejman Jashari, një djalosh i pjekur para kohe, me një zemër që rrihte vetëm për lirinë e vendit të tij. Ai tashmë kishte zgjedhur rrugën e tij, rrugën e luftës për liri. Kur e ka vesh uniformen, kur e ka marrë pushkën, ajo kanë më i lumtur në jetë, që e ka po veten që po shkon ushtar. Ajo kanë ëndra tina edhe ka realizuar. Me të vërtet për neve ishte emocionuese, mirë po ishte edhe përgjegjësi. Ishte përgjegjësi sepse ne kishim mjaftueshëm njerëz më të pjekur, njerëz më të përgatitur që ishin bashkangjitur ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mirë po ishte insistimi i vazhdueshëm i shumë të rive që të jenë pjesë e jona, edhe pse ne ju jepnim sqarime se ka kohë, lufta mund zgjatet edhe më tepër, mund që ju të duke parë vëllezërit e juaj, baballarët e juaj, vini duke u pjekur në atë kuptimin e pjesëmarrjes dhe do të jeni të angazhuar në luftë, mirë po për ata ishte nuk mundin të pritnin që t'ju vinte radha, por insistonin që të jenë pjesë sa më shpejt që t'i bashkangjiten ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe të japin kontributin e tyre
për shlirimin e vendit. Kur u nis për shpije, u nis për mollave, se na kom me rëj, jena konë edhe pa u nis lufta me rëj, fshati jën ka dhonë gjithë rëj pra pashtit. Vesh kur u nis mas mrami, që u dal për atyhit, ai ka dal me vullnet. Ka dal për shpije, edhe jena shumë krenar, unë si prind, nona vetë, familja vetë, jena krenar, që kena pas në asit djallë. Të lesh bangat e maturës dhe të marrësh armën së bashku me babaj, me migjën, me bashkëluftarët. Mos krysh as një ditë stërvitjet mirëfill taktike, edhe të zbatosh me përpykmëri detyrat i bën një zemër e madhe. Këtë zemër i takoj syllës tonë. Ky është mesazhi që përcjell mosha, ky është mesazhi që përcjell heroizmi, ky është mesazhi që jep Gollaku për të jenë unifikuar në çështjen kombëtare. Duke filluar nga familjet tona, shok, miq, dhe gjithandej në gjithë territorin, ne u pritëm dhe u përcëllëm në mënyrën më të mirë të mundshme. Odat dhe shtëpit e njerëzve tonë, bashkëfshatarëve tonë, të regionit tonë, si në gjithë Kosovën, ishin kazermat tona. Aty ne e kishim edhe logjistikën tonë, sepse në ato shtëpi ne ushqeheshim, ne mbatheshim, visheshim dhe përgatiteshim për betejë caktuara. Prandaj është për të admiruar pritja që na është bërë nga populli, sepse fundja ne ishim mbite atij populli dhe kishim dalë nga gjirja atij populli, për qëllimin e vetëm shlirimin e vendit tonë nga një robëri shekullore me cilin pushtues kishim vënë me Serbinë, nuk ishte lënë gjatë zezë pa i bërë këtij populli. Ne gjetëm gjithku nga dishmëri, gjetëm si përkrahje materiale, po çka ishte më kryesore, gjetëm përkrahje me bijtë dhe bijat e tyre më të mirë, të cilët na i dhanë dhe u rreshtuan në radhë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Më 10 prill 1999, shtëpia e Nazmia Sharit u rrethuan nga forca të shumta ushtarake serbe. Atë ditë, Sulejmani ishte caktuar në pikë vëzhgimi dhe pasi vrejti lëvizjet e njësive armike drejt lagjës, arriti me shkaktësi të njoftonte njësitin e tij. Së bashku me bashkëluftëtarët, arriti të çajë rrethimin. Ndërkohë, që pjesa tjetër e njësitit u vendos në pozicione jashtë zonës së rrethimit, ai u kthye me disa bashkëluftëtarë për të tërhequr 3 familje, përfshirë edhe familjen e tij, të strehuara në bunkerin e ndërtuar brenda rrethit të forcave serbe. Herën e parë, kur e kam taku Sulejmanin, ka qenë data 14 ose 15 prill. E kom pas që është i zellshëm, e kom pas që është i kujdesshëm, edhe kam pyetur për arma, ka pas një armë, një 48, zë që ka shpreh gatishmëri dhe dëshirë të bashkangjitet ai me neve në grup ku ishim aty, të organizuar. Mas një ditë ose 2 ka ardhur dhe prindi i tij na ka vizituar, ai na ka pa, edhe kur e ka pa djalin me neve, ka unë tash jam i kënaqur se jeni bashkë. Unë vetën e kom një gjithë, kur e kom pa edhe ju më kanë shumë i lumtun, edhe shumë krenar. Jo vetëm ato, po çdo një furmë që kom pa tunën, mua më ka dukë që është krejt dyja apo botë jemi. Edhe jam shumë krenar unë. Gjatë kohës, me syrin pas takimit që kem pas, në pikat kur u dalë ose konsultat ose bisedat kur i kem pas me to, çdo herë ka shpreh dëshirë dhe ka qenë i gatshëm me luftu për ballë shkollë. Shqetësimi kryesor ka pas që moment më ushtjeru, me fitu lirin ky vend njerë. Edhe nuk ka qenë breng, a kena më pas, s'kena më pas diçka. Po më shkurt, kemi thonë në një thërë kemi me nejt, me jetuar veç me hik, shkon një për ty. Brenga ka qenë vetëm ato me largu, me fitu lirin. Në territorin ku operonte brigata, është magjistralja rrugës, motivot, këtë i konë Stallov, hyrje Prishtinës. Gjithsesi këtu kishin dhe shërbimin e mirëfillt logjistik të armatës tretë të forcat pushtuese e dislokuar në Lukar. Ato furnizoshin me tren, me vagona, ushtria shërbimtare e Kosovës,
furnizosh me luftar që ishin jetën për Kosovë. Por nuk mund të heqin vija paralele midis forcës mekanike dhe shpirtit luftarëve turqës. Unë armën time e morën në Tiranë. Granatat i morën në Tiranë. Pistoletën e morën në Tiranë. Po gjeta djemë të parë me atosur duke kryer detyrat mirëfillta, duke qëndruar shërbimtar. E pa imagjinueshme, unë që flas tani nuk më lejo ta shpreh. Po të të them siç janë gjërat. Rezervat të tilla kishte mendu Ismeti pa akademi, po me akademi 2 fish sa unë. Unë që po jo flas kam mbaruar shkollë të këtij profili. Ky kontingjent i mirëfill priste që të ndodhte në i vrasje që të merrte armën e vllai për në. Kam rastin Kërbesh. Që djali që ishte mysafir, nxori armën dhe ndroi jetë bashkë me bashkëluftarin e brigadës 153. Kjo është kontingjenti i mirëfill i ushtrisë kombëtare Kosovës. Jo më kot, mosha mesatare e saj është 23 vjeç. Syla heroj i Kosovës, i Gollakut. Burimi vitis, djemë të tjerë të këtij niveli dhe kësaj moshe. Na larguar neve se nuk gathu isha ushtarëve në shpe. Po ata na henen shkijet. I që të në lape Gollake për në të i përzon. Edhe a i vike me morë bukën, me au qupë. Në këtë që gathu isha, pra pashtica që i ke bukën, parimi ma shumë. Njëherë është syla me morë bukën. Atje, ta më qësë herë, a morë e pjekë dhe bukë se herë, ta shtë dhe u është, dhe që po më në hatu në shpetu e jam. E që në shumë herët e jep e gatu bukë, e i këthej pak kashtjallë, ke shef pak me hëngër pak bukë atë në shpe. Edhe, e muar djallin e vogël, dritërin e kopi për qafe, a babbat e ja po në halal, qëtë jallë. Edhe më njësë me shko për shvima, me shko kam ja që bukën në shtarëve. 2 lek qyra për mas një herë, e këtej kryetaj. Bo, se këmë po. Më 18 prill 1999, ushtria serbe filloi një ofensiv të gjerë kundër njësive të brigadës 153 të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në rajonin e Gollakut, duke sulmuar nga disa drejtime njëkohësisht. Qëllimi ishte eliminimi gradual i njësive të brigadës dhe shkatërimi i shtabit të saj në Zllash. Gjatë kësaj ofensive, Sulejman Jashari ishte pozicionuar në vijen e parë të frontit në lagjën Bushgegaj të Prapashticës, rreth 200 metra nga vija e zjarrit armik. Vendosëm pikat mbrojtëse. Mirë po ishëm 5 vetë, me 48 shumë pikën e parë, pjesën tjetër me dorëm tjera, kalashe, një mitralez i litë M44 kanë qenë pak më mrapa. Momenti kur na kanë sulmuar forcat serbe, na jemi kam sulmuar prej 3 drejtime. Pjesën ballë, ku kur kanë dalë ata dikon 5-6 metra s'ka pas distancë më të lartë kontakti me ta me 48 që për mua. Atëherë kam llogarit që mujna, po tash e di që nuk kone ofte pa mos me bo diçka. Ngrahën e majtë, ngrahën e djatë realisht, na kanë arë prej Bulleviqe, na kanë sulmuar edhe aton. Edhe mrapa në shpinë kemi pas me snej penal, na kanë krisë pluma të prej atyne, edhe nuk e di se kemi kështu. Tërheqen e mon ka qenë e monshme për një. Vetëm pjesën e poshtme, pjesën ka livazë, ku i kena pas nonën e majtë, pikës, aty livazin, ose mas shpinës në kanë arë realisht. Edhe se cili ka një livadu ka rogoti me i, se ka pas garnë me. 3 tjerë, janë këthy nonën e majtë e në arë të pika takuse ose të baza ku kemi qenë. Edhe syla aty në u kanë do. Nuk është këthy në arë nonën e majtë. Kemi thirë, kemi prit, nuk ka qenë. Kujtimin e parë me Sulejman Jasharin e kemi bashkë me komandant Musli Alimin, komandant Lapin.
ku gjatë ofenzivës kanë me lëviz në drejtim të zllashit për me furnizu me municion. Gjatë kthimit në vijat e frontit, e kemi taku Suleiman Jasharin me një breg në fshatin Keqekov. Më ka shique thellë edhe drejt, edhe në është ofrua të na thonë, a keni nevojë për luftar. I kom thonë, a ki armë? Ka thonë, po kam armë edhe kam municion. Me shras ja kom vrejt një armë të mirë, një M28, edhe një çantë me shumë municion, me shumë fishek. Unë kom po një vullnet të ideal, një kuraje, një guxim, që s'ka hezitue ku dhe që ke vu, i ke thonë me shkue, ai nuk ka, do me vullnet e ka krya detyrë, ka qenë ofenziv që prej 18 prillit edhe me 22 prill, po edhe ka vazhdue, na kena pos kontakte me to, ka qenë gjithër aktiv, edhe kem qenë gjithër gjujtje, mbrojtje me forcat serbe. Nuk ka qenë pushim, po vetëm luftë. Ishte një moment kur pushun granatimet, unë kisha marrë një notes edhe po shkruaj diçka. Syla më afrohet nga mrapa dhe më thot, ti shkruan poezi. Po Syl, shkruaj poezi. Edhe me një buzëqeshje të çuditshme më thot, ma shkruaj një poezi. Unë pa mendu, i them, nuk i shkruaj poezi të gjallëve. E kafshova gjuhën sepse unë e dija që ato ditë merrnin jetë. Syla ka qenë një ndër luftarët shumë vendosën edhe një ndër luftarët më të vendosën në pikën e prapashtisës. Ajo është vrejt edhe në luftime, edhe në bisedë, edhe në sytë e tij, edhe në energji, edhe në gjithçka që ka pas në komunikim. Syla ka qenë një ndër luftarët më të vendosën. Ofensiva armike ishte e përmasave të mëdha. Shumë luftëtar kishin rënë dëshmor. Shumë civil ishin martirizuar, ndërsa dhjetra të tjerë kishin mbetur të plagosur. Përballë kësaj situate të rëndë, komanda e brigadës 153 e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës urdhëroi tërheqjen e luftëtarëve të plagosur nga fshatrat Marec, Zllash dhe Keqekoll në drejtim të fshatit Koliç, me qëllim shpëtimin e jetëve të tyre dhe organizimin e forcave. Filloi një sulm i ashpër, sidomos me autoblinda, dhe në atë gjurulldi, kur neve që kishim lajmin që të plagosënit arritën me i bajt në një vit caktume që dihej, që kishim caktume në drejtim të lagjës Gecaj, atëherë zumë të tërhiqeshim edhe ne. U bashku me pjesën tjetër të brigadës, i bartëm plagosënit binte shi ftat, ishin grit projet, ishin bo shpesherë edhe të rrezikshme, në drejtim të Koliçit dhe Llapit. Syla në vendin e quajtur të Lugja e Rushës ka insistu më shku me vizitu familjen. Insistimi i tij ka qenë i pandalshëm për shkak të Marokut dhe për shkak kohës të madhe që nuk e kish taku familjen. E kemi bërë të pamundurën me fjalë edhe me lutje, nuk ka pranuar më ndal. Vendosmëria e tij ka qenë ashtu dhe nuk kemi ujt me bind më vepru ndryshe. Me rast ka vazhdu, ku mas disa minuta i kena dëgju krismat e pushkës Sylës, e armës Sylës dhe krismat pe anës të armikut, ku kanë qenë rreth 15 minuta, dhe për një kohë kanë hesht dhe kanë përshu. Të e ditë vendosmërinë e Sylës, e kuptum që masi përshun shtënat, Syla ka ra dëshmor, sepse Syla i gjallë nuk do të binte në dorën e armikut. Sulejmani u përjetësua në altarin e lirisë. Sakrifica e tij nuk shkoi gjakë derdhur kot. Nga kjo përballje
edhe forcat serbe pësuan humbje në njerëz me të vrarë dhe të plagosur. Ai ra si një luftëtar i vërtet, duke luftuar deri në momentin e fundit për ëndrrën e lirisë së vendit të tij. Sulejman Nazmi Ashari, dhe përgjithësi familja Ashari dhe gjithë djemtë e Gollakut kanë çfarë të mësojnë nga e kaluara. Jo e kaluara e afërt e jona, po edhe përpara. Sepse në Kosovë ka pas burra që i kanë dalë për zot vendit. Nga 45 deri në 97 kazimatët serbe kanë qenë vetëm me rinin shqiptare. Ato na kanë trasu rrugën e shlirimin. Përsyllën një moshë të re, të lish bangat e shkollës mesme dhe të reshtosh një informacion mirëfill të luftimi, me njorit të cekta, po me shpirt të madh. Ky është mesazhi që mund t'i japim nipave, mbesave tona për moshën që kam unë, që t'jetë një pikë referimi për të përmosur nga ana patriotike, për të pasur të shejt kombin dhe vlerët e tij. Identiteti matet me veprimet konkrete në interes të kombit të atë dhejot. Këtë e bëri Sylla, këtë e bëri Burimi, këtë e bëri Shpendi dhe shumë djemë tjerë të Gollakut që për mu dhe për popullin kanë vetëm në datlindje. Nuk kanë vdekur. Me ramin e Sulejman Jasharit, ne kena marrë një lajm shumë të rëndë, shumë të hidhur. Sulejmani ka qenë vetëm vetë si familje në pjesën e batalionit ku unë kom vepru, po ka qenë familjarisht, baba, vllau, migja edhe shumë të tjerë. Kështu që me të vërtetë kena përjetuar ranë, jo vetëm për Sulejmanin, por shumë të tjerë dëshmorë dhe viktima të luftës. Që them të drejtën se çdo herë kur në beteja bin shokët, të kaplojnë emocione të jashtëzakonshme, sepse në një anë ke dhimbje për humbjen e shokëve, mirë po në anën tjetër je krenar që lufta po vazhdon dhe gjaku i tyre do të bëhet dritë për lirinë e vendit. Në mesin e tyre ne kemi pas luftarë shumë të ri, të cilët kanë pas fatin që t'jenë heroj dëshmor të vendit tonë, për ato ne jemi krenar, duke filluar nga shumë heroje dëshmor që në moshë 3, në moshë shumë 3, si që ishin për shembull Sokol Sopi, si që ishin Afrim Vitia, po ashtu edhe Sulejman Jashari, cili në moshë 3, ndër ushtarët më të ri, ranë dëshmor në vijën e frontit, duke luftuar për lirinë e vendit tyre. Mbasi përballuam me ofensivën në për masat të mdhaja, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Që janë humbjet më të mëdha të brigadës në forca njerëzore, njëkohësisht i kanë kallur pothuajse të gjithë fshatrat që janë të Gollakut. Detyruam të kalojmë në veprime sulmuese për të krijuar tek forcat pushtuese serbe, kudo që t'jenë të kishin goditjen e forcave nga UÇK-ja. Ta ilustroj me një shembull konkret. Tek vendi i quajtur Stallov, mbasi ran në luftim prit nga Montivota deri aty, i morën forcave serbe armët, dokumentacionin. Vum dijeni dhe informum Radion Kosovë e Lirë. I dham emër atësi mbi emër brigadën ku ishte mobilizu Zorani dhe gjithë Zoranat e Beogradit. I raportoi komandantit të zonës operative të Llapit njoftimin operativ, edhe i tregum që kena vënë dijeni Radion Kosovë e Lirë, Radio Televizionin Shqiptar,
duke thonë emër atësi me emër generalitetet e pushtuesve. Dhe i thash komandantit, nesër nuk do të hapë zjarë. Por në qoftë se ke mundësi të komunikojmë, ose të bësh një komunikat, ato vinë të morin coftinat në Stalov, mos të ndynë tokën time. E jam i ndërgjegjshëm që e kam bo bazuar këtë tradita jo. Ato morën kufomat e veta, i dërgumë, por nuk i qojnë pranë familjeve sërbe. I qojnë dhe i degdisin në vëndet tjera, duke i futur në frizë. Sepse nga të dhënat mirëfillt atyre, të regojnë që nuk i dorëzojnë kufomat pranë familjeve sërbe. Ky veprimi jonë ndikoj që shkinat e Leskovcit i referoshin Kosovës lirë për të marrë informacion të mirëfillt për bitë e tyre. Kjo është merit atyre djemve e syllës me shokë, e djemve, e burrave, vajzave dhe grave që kontribuon në ushtrinë shtimtare të Kosovës pranë brigadës 153. Gjatë ofansivave në Gollak, familja Jashari pësoi edhe dhëmbje të tjera. U plagosën babai i tij Nazmiu dhe xhaxhai Jashari, ndërsa vëllai Bekimi u mor peng dhe u mbajt për 13 muaj në burgun famkeq të Pozharevcit. Nën familje në zonë mal, me familje te me nanjën, nën familje. Dikun, më zgabrusha 50 e diçka antari në konkret, që në zonë krejt për një ku. Edhe kjo konë me 12 maj. Me 12 maj në 99. Unë qatë ditë jëmë plagu dhe në kahura 3 ditës mas dite, që atëre jënë zonë edhe antarë të në familjes. Aty i kina na jënë edhe ka dvramë. Për fatë keqë, ka edhe dvramë aty. Dikun jënë 7 vërë jënë për që aty jetë, që i kanë ra, civil, gati krejt janë civil, edhe gra jënë bratë. Që aty kanë marët, edhe i kanë qitë me një pleme, i kanë quë me një pleme me një pëdrëm. Në pëshatin ka që kullë ma nalë pak që aty. Para militar të i tuth me automatik të shatë, të britë, të asi, ta një dhe atë në malë, ku i kanë shtinat plemen, i kanë munu, dhe i kanë rehet, i kanë tute me thika, me qka ta diuna, disë po kam qef ato për të me. Sulejmani, pas rënjës së tij heroike, u mor nga vendi betejës nga forcat serbe dhe u varros fshehur azi, me qëllim që të humbeshin gjurmët e tij. Trupi i tij u dërgua në një vend të njohur si Mahalla e Spahijajve, në përpjekje për të zhdukur çdo dëshmi të sakrificës së tij. Pas një kohe, ishte pikërisht babai i tij, Nazmiu, ai që arriti të gjejë trupin e djalit të tij, duke i dhënë kështu mundësinë që të kthehej pranë familjes dhe tokës për të cilën kishte dhënë jetën. Se kur e kena zhvërës, ju më shkua dhone. U është bën me ardhë, u ku me shkua. Për që bre, qka shë? Gjamës pa fsha flekja shë. Me në zimur nazës, dhe ke më marrë, dhe ke ju se s'bën me shkua. Kur thëmë papa, ju shkani me kërën edhe kam ku me shku. Këm jam si me shku kam, e shku. E zhvërës, kur e pa që në nxërën gati, kajtën kajtë, të në neshën kërë. Të në dullja, qërapat në kam ja kom njështë. Qërapat ja kom njështë në kam. Pa i nuk ish prish. Vëq të një gjishtë të vikëshin ra. Heq. Pas që shkanë në bëdhej, se kësha mund me dalu edhe në ftyrë që shrokan krejtë. Me kajtu në pikë ljotit që aty nuk më qitë. Krejtë në që ditë kur shrokan që aty. Qatë që furë që më bëmë me zarë. Po tash piplis një e mërziesh edhe me ram pak. Në që ke puna paltës e kom punë shve, edhe kërë kom pa me sy, që ata pluma që i kom pa, që aty e kom marrë një gudzim edhe matë malë, që i kom thonë kur s'kom më mërzit se kë ka ra që shduhet, që shiko hije një dëshmëri, që shiko hije një burri, ka ra dëshmëri. Se e kom ditë që edhe ka bo donë
ka gjatë malë aty nëse qashtu nuk e këshin bo. E jam shumë krenarën, jam shumë krenarë që kena pas as ideali, për nuk ka ideali jemi, ajo është ideali që i saj tuke, ideali i adheu, ideali i këmbit është. Rivarrimi i Sulejmanit së bashku me shumë dëshmorë të tjerë u bë më 2 dhjetor 1999 në varrezat e dëshmorëve të kombit në Prishtinë. Aty, mes bashkëluftëtarëve të tij, ai gjeti prehjen e përjetshme në tokën për cilën kishte dhënë jetën. Gjithsesi, atë ditë që kena përcjell djemt në dëshmorët e Kosovës pranë teatrit kombëtar. Në të dy anët ishin qytetarë, prindrit, vëllezërit, motrat e tyre. I përcollën me dinjitet, me optimizëm për të ardhmen. E vështirë, për një krenari e ligjshme. Ushtria shtrimtare e Kosovës u kriju në rrethim. Veproi në rrethim. Doli nga rrethimi edhe u shpall fitimtar, pa mohuar ndihmën e forcave progresive perëndimore, me krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mesazhi që na le Syla dhe djemt e Gollakut dhe të gjithë dëshmorët ushtrisë shtrimtare të Kosovës dhe në përgjithësi populli i Kosovës e ka ndajë sapin. Është vrarë robëria. Ne nuk jemi më të shtypur. Të luftojmë, që të përparojmë dhe të shkojmë atje të barazvleshëm me të hujt, me europianët. Familja Jashari për djalin e rëndëshmor ka pranuar shumë mirënjohje dhe nderime. Sulejmani pas vetës la prindërit Nazmiun dhe Xhezidën, si dhe vëllezërit dhe motrat, Bekimin, Përparimin, Nusretin, Ismetin, Sanian, Dritonin dhe Meritën. Por jetën dhe veprën e tij janë shkruar shumë shkrime, janë thurur vargje dhe janë rrëfyer kujtime që mbajnë gjallë emrin dhe sakrificën e tij në ndërgjegjen e popullit. Vite më vonë, më 7 mars 2017, në ditët përkujtimore të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi e dekoroi Sulejman Nazmi Jasharin me urdhrin Hero i Kosovës. Një vlerësim që dëshmon se sakrifica e tij mbetet përherë pjesë e historisë së lirisë. Do të jem mirënjohës popullit Kosovës, mirënjohës Gollakut që unë bashkë me Sylën dhe bashkëluftarët e tjerë kontribuam. Ta them me shpirt, në Gollak rri dhe ulem, në çdo shtëpi ka lule të kuqe. Prek mërmerin dhe përkulem, s'ka liri pa krisuar pushk. Kjo është Gollaku im, Gollaku i Kosovës. Banorët e fshatit Prapashticë ndonë se të goditur rënd në dekada nga dhuna e forcave serbe, që nga pushtimi vitit 1912, masakra e rënd e vitit 1921, nuk u përkullën kur. Ata nuk u dorëzuan. Çdo herë u ngritën sërish, si feniksin nga hiri vet, duke mbajtur gjallë frymën e qëndresës dhe dashurinë për liri. Edhe në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ky fshat dëshmoi se sakrifica ishte pjesë e historisë së tij. Nga kjo tokë ranë për liri dëshmorët Ismet Aslani, Sulejman Jashari dhe Isuf Ferizi, si dhe 16 martir, duke e shkruar emrin e Prapashticës në historinë e sakrificës për lirinë e Kosovës.